Në një takim me operatorët e biznesit në vend me tematikë siguria ushqimore, kryeministri Edi Rama tha se përshtatja me tregun evropian do të ishte e pamundur pa vetë mbështetjen e Bashkimit Evropian. Shefi i qeverisë shqiptare u shpreh se siguria ushqimore është një ndër sfidat më të mëdha në procesin e negociatave. Rama u shpreh se mospërmbushja e standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian parashikon vetëm dy rrugë, mundësinë ose falimentimin. Ai theksoi se nëse nuk kuptojnë se si janë në linjë me standardet, e nesërmja mund të jetë fatale. Ky proces lidhet me sfidën më të vështirë dhe më komplekse të gjithë proceseve të antarësimit. Sfida e sigurisë ushqimore. Kur flasim për sigurinë ushqimore, flasim për diçka që nuk kemi se si ta negociojmë, nuk kemi se si ta relativizojmë, dhe jo vetëm kaq, por nuk kemi se si ta realizojmë. Ne na duhet modernizimi i sistemit veterinar, na duhet modernizimi i rrjetit të laboratorëve, të cilat as nuk mund të konsiderohen në fakt detyra, por janë zgjedhje të pa tjetërsueshme dhe të pa shmangshme për të nesërmen tonë. E bëjnë njerëzit që duhet luftojnë informalitetin në zinxhirin ushqimor. Një problem serioz ky me cilin përballemi sot dhe gjithë ditën, i cili nuk është thjesht një çështje ekonomike ose cilësie ushqimore në vetvete, por është pjesë e luftës për shtetin e drejtës, për të drejtat e konsumatorit dhe për të drejtat e çdo fermeri apo sipërmarrësi në një treg ku duhet siguruar konkurenca e ndershme dhe duhet të triumfojë gjithnjë merita e atij që është më i zoti. Ajo që e pret sipërmarrjen me këtë proces të antarësimit në Bashkimin Evropian është një thik me dy presa. Nga njëra anë, një horizont i ri mundësish për ata që do të jenë përgatitur, nga ana tjetër një humner falimentimi për ata që nuk do të jenë përgatitur. Ky është realiteti. Dhe kur vjen puna tek siguria ushqimore, duke pasur parasysh pjesën më të ndjeshme të kësaj fushë të gjerë që është siguria e prodhimeve shtazore dhe gjithë në produkteve, ne duhet ta bëjmë të qartë për të gjithë ata të cilët janë të angazhuar, për gjithë ata që kanë investuar qoftë edhe në një baxhet vogël, se e nesërmja do të jetë fatale nëse sot nuk do të kuptojnë se ku janë në raport me standardet dhe se çfarë duhet bëjnë për të qenë gati nesër. Procesi negociatave është vërtet një proces negociatash për gjëra të cilat ne na duhet pak më shumë kohë. Dhe një nga gjërat për cilat ne na duhet pak më shumë kohë është pikërisht ajo që lidhet me këtë fushë, me fushën e sigurisë ushqimore. Rama ngriti si shqetësim edhe mos trajtimin e mbetjeve shtazore në thertoret në vend. Një tjetër sektor që nuk do t'i mbijetonte tregut të Bashkimit Evropian është edhe ai i qumshit. Rama tha se duhen të plotësohen hallkat pasi në gjendjen që është nuk u mbijeton dot kërkesave të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian, siç e dini, ka sjell përmes komisionit një përfaqësi ekspertësh që kanë parë pikat e prodhimit, të grumbullimit, të aktiviteteve që lidhen me produktet shtazore dhe nën produktet e tyre. Dhe kanë lënë një sër detyrash. Kanë lënë një sër detyrash për cilat ne, përmes inspektoriatit, do duhet të ndërveprojmë me 900 subjekte që janë në territorin e Shqipërisë dhe që kanë rrezikun shumë të qartë, po që të gjitha, jo 1-2, që të gjitha sot në kushtet që janë,
Natyrisht që mes tyre ka disa që me pak gjëra mund t'i plotësojnë standardet dhe një shumicë tjetër që do duhet bëjmë më shumë. Rreziku i mbylljes dhe ose përjashtimit nga tregu i stabilimenteve ushqimore që në ditën e antarësimit. Kjo kërkon radh parë vetëdijsim, në radh dytë kërkon informim për të kuptuar eksaktësisht që unë kam këtë pikë, bëj këtë aktivitet. Çfarë duhet bëj unë që ky investim të mos ma marrë lumi dhe si do më ndihmoni ju, qeveria shqiptare, strukturat e shtetit, që unë t'ja dal në këtë proces. Ky sektor u ngrit si probleme edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato, i cili tha se përmirësimi i cilësisë është paraprakisht për të patur akses në tregun evropian. Në fund të fjalimit të tij para operatorëve ushqimor, kryeministri Rama theksoi se qeveria do të jetë krahtyre në garantimin e sigurisë ushqimore.